A ke menduar që dita që ti ke lindur nuk është thjesht një rastësi? A di një që dita e ditëlindjes është ajo ditë që mban kodin e dritës si shpirt. Është kontrata e shpirtit që erdhe të bësh këtu në tokë. Në bazë të ditës të ditëlindjes, mund të bësh sot një analizë nga informacionet e jashtëzakonshme të kodeve të dritës. Të mësosh karakterin tënd kur je në plus dhe në minus, si negativitetin tënd ta bësh pozitivitet. Të mësosh talentet e tua dhe profesionet, gjithashtu kanalin e parave, pse të bllokohet, çfarë duhet të punosh pikërisht që të hapet ai, çfarë pikërisht të bësh që të shumëfishohen, të balancohen, cila është energjia jote kryesore në bazë të ditës të lindjes që ti mund të sjellësh para. Dhe si ato mund të qëndrojnë, pse nuk qëndrojnë? Kush është karma jote ose mësimi yt që duhet të marrësh në këtë tokë? Dhe sa i rëndësishëm është kjo karma me misionin e jetës tënde? Sepse ne të gjithë si shpirtra kemi një mision, sidomos në këto kohët e tanishme. Gjithashtu, kush është fuqia e shpirtit dhe në çfarë viti, në çfarë moshe hyj në moshën e pjekurisë dhe çfarë mund të ndodhë, diçka e mirë apo e keqe. Në thonjza ajo e keqe, sepse është një mësim që ti të hysh në moshën e pjekurisë. Dhe kur ti lidhesh me fuqinë e shpirtit tënd, cilat dhurata lirohen? Kush është partneri yt ideal dhe çfarë duhet të bësh që të bëhet bashkëdhëtar? Si të sillesh me njerëzit e shtëpisë, të familjes, të shoqërisë, të kolektivit në punë që punon? Kush janë destinacionet tënde të jetës? Çfarë duhet të bësh nga mosha 20 deri në 40? Si të bësh këtë destinacion? Por nga mosha 40 deri në 60, çfarë duhet të bësh që të mbetesh dhe i shëndetshëm, të jetosh dhe jetën dhe të mos mbijetosh? Kush është mësimi që duhet të merr një ti nga prindrit dhe nuk e ke marrë dhe tani ta japin ty fëmijët? Kush është karma e paraardhësve nga kanali i babaj dhe gjinia e mamas? Si të punosh me të gjitha këto? Çfarë pikërisht duhet të bësh që të hapen rrugët e suksesit? Ndaj gjërat nuk janë kaq thjesht sa ne i shohim, po janë shumë të thella, dhe të gjithë këtë thellësinë dhe të gjitha këto kodet e dritës sot mund t'i hapësh, mund t'i mësosh dhe t'i zbatosh dhe të ndryshosh jetën. Është sikur të kesh një busull dhe ta kesh në dorën tënde dhe nëse deri tani nuk e ke patur, mund të më komunikosh në Telegram, në Viber ose në WhatsApp tek numri 0030 699 321 46 37. Dhe nuk ngelemi akoma këtu. Kemi shumë llojesh analizash artash, por kjo personale për kodin e dritës është një dhe bëhet një në jetën tonë. Ja vlen të investosh për veten tënde, sepse kur ti di pse ke ardhur, pse erdhe këtu në jetë, çfarë erdhe të bësh dhe ku do shkosh, dhe si duhet ta bësh jetën më të lehtë. Jam Erita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, trajnere dhe mësuese për zhvillimin personal dhe zgjimin kolektiv. Mund të ndihmoj me metoda të ndryshme, me trajnime të ndryshme, me terapi në grupe dhe në individ për të lidhur me fuqinë e shpirtit tënd, për të bërë të qartë kodet e dritës dhe t'i zbatosh që jeta jote të lulëzoj, sepse ti nuk erdhe të mbjetosh, për të jetosh. Ju dua shumë, shqiptar,
bashkëdhetar kudo që ndodheni, në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjitha shtetet e tjera. Erdhi dita të lidhesh me fuqinë e shpirtit tënd, me kodet e dritës. Unë jam këtu për të ndihmuar. Dhe në qoftë se do, mund të bësh dhe trajnimin për të bërë dhe ti një shpërndarës i kodeve të dritës. Më shkruaj në privat për këtë.